Vijon të ngelet ende problematik situata e pastrimit në qytetit të Vlorës, një shqetësim ky ngritur shpeshherë në televizionin real. E megjithatë, Vlora vijon të ketë nga do kosha mbeturinash të papastruar, të djegur e të shkatruar. Më problematike shfaqet situata në rrugët dytësore të qytetit apo ato të cilat nuk vihen kollaj re, por nuk i kanë shpëtuar mos pastrimit as rrugët kryesore dhe akse me rëndësi në qarkullimin e automjeteve. Kjo është aktualisht situata për sa i përket pastrimit në shumë zona të qytetit të Vlorës. Aktualisht gjendemi në zonën e ish fabrikës makaronave, e njohur kështu për të gjithë vlonjatët, ndërkohë që pamja që ju keni mundësi të shikoni në ekran është e tillë. Mbeturinat të digjen aty pasi prej ditësh nuk pastrohen nga ndërmarrja e pastrimit, e cila ka për detyrë funksionale pasi paguhet nga taksat e qytetarëve vlonjat. Ndërkohë që e tillë situata është edhe në zona të tjera të qytetit. Shkojmë të shohim se si është pastrimi në qytetin e Vlorës. E njëjta situatë për sa i përket pastrimit edhe në lagjen Djetskoriku. Pamjet flasin vetë për fenomenin, ndërkohë që në këtë zonë nuk mund të themi që ekzistojnë as kosha të mirëfillt. Edhe për këtë zonë Bashkia e Vlorës, por edhe ndërmarrja e pastrimit nuk ka marrë asnjë mas për rehabilitimin e situatës. Duket se banorët nuk kanë as kosha se ku të derdhin mbeturinat, ndërkohë që zjarret janë të shpeshta me sa duket. Duket se aktualisht situata e mos pastrimit të qytetit nuk i ka shpëtuar asnjë prej akseve më kryesore dhe më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, ai i cili të çon për të shkollën e naftës, shumë afër në fakt bulevardit kryesor dhe një zonë të jetë banuar dhe e populluar. Duket se nuk i ka shpëtuar në fakt neglizhencës së vendorit për pastrimin e qytetit, ashtu sikurse keni mundësi të vëreni edhe nga pamjet, kazanët e shkatruar, mbeturinat e hedhura për tokë nuk janë as pak një pamje dinjitoze. Edhe pse në buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2012 janë planifikuar për pastrimin e qytetit 175 milionë 273 mijë lekë nga paratë e taksapaguesve vlonjat, punë ende nuk shihet gjëkundi. Qyteti prezantohet me mangësi të theksuara në pastërti dhe standardet e kërkuara të higjienës, ndërsa nga ana e qytetarëve ngelet ende dilemë se ku shkojnë këto paratë, të cilat çdo vit i kalojnë firmës së pastrimit të Duka, ndërsa qyteti vijon të mbytet nga mbeturinat.